Kur të bëhet fjalë për fshatin Nishër, duhet them se ky fshat ka një histori të bujshme. Siç po e shihni, këtu ka 3 përmendore, në fakt përfaqësojnë 3 periudha kohore, të cilat jo vetëm që e shënojnë historinë e këtij fshati, por në të njëjtën kohë duhet të them se e bëjnë krenar këtë fshat. Pikërisht fakti se këtu kemi 3 përmendore të periudhave të ndryshme kohore, historia këtij fshati është e dhimbshme, por edhe krenare. Dua të fillojmë së pari me atë më të vjetrën. Pra, kjo përmendore këtu prezanton përkujtimin për viktimat e represionit të falangave serbe të vitit 1913, përkatësisht të shkurtit vitit 1913, ku pa pikë faji, vetëm për një fakt që nëna i kishte lindur shqiptar, u vranë nga serbët 44 fshatar të këtij fshati, të cilët, siç rrefejnë të vjetrit, kanë ndodhur pikërisht në këtë kohë kur Serbia bënte çmos që ta denacionalizonte Kosovën, respektivisht ta zhdukte kombin shqiptar në forma të ndryshme, duke filluar prej vrasjeve e shpërnguljeve e të tjera. Nuk dihet saktësisht se ku jenë varros këta, por rrëfimet e të vjetërve tregojnë se këta jenë varros me një varrezë masive këtu në afërsi të varrezave të fshatit Nishër, por që nuk ka të dhëna të sigurta se faktikisht ku janë të varrosur këta njerëz, vetëm se ka supozime. Po vazhdoj pastaj me përmendoren tjetër, kjo këtu, e cila personifikon përkujtimin e 9 viktimave të masakrës së Tivarit, të cilat ndodhen menjëherë mas luftës së dytë botërore, ku të rinjët shqiptar, nga të gjitha viset shqiptare të Kosovës, të Maqedonisë, të Malit të Zi, u morën gjaja se me motivacionin e mobilizimit në luftë kundër armikut fashizmit, dhe tradhtisht u vranë në Tivar në një periudhë kur shqiptarët e Kosovës ju nënshtruan gjaja pas lirisë një represionit të egër dhe barbar serb, e cili ka vazhduar në vazhdimsi deri në kohën e përfundimit të luftës së ushtrisë shërbimtare të Kosovës, e cila sot përjetësohet me këtë përmendore tjetër. Kur flasmi për luftën heroike të ushtrisë shërbimtare të Kosovës, janë përjetësuar në këtë përmendore dhe 2 dëshmorë nga fshati Nishër, dhe ky është Imer Muhamet Bityqi, i cili ka rënë me 7/7 1998 në Morinë të Gjakovës dhe ka shërbyer në zonën operative të Dugaxhinit. I dyti është Skënder Nazih Bityqi, i cili ka rënë në mbrojtje të dheut, po ashtu në Gallushën e Nishorit, në pikën 00 me 30/03/1999 dhe ka shërbyer ose ka qenë i angazhuar në zonën operative të Pashtrikut. Pos kësaj, këta 2 dëshmorë janë personifikim i heroizmit që ka treguar rinia dhe banorët e këtij fshatit në luftë për lirinë e plotë të Kosovës.